Policia e Kosovës ka njoftuar se dje ka gjetur një burr pa shenja jete në banesën e tij në Prizren. Në raportin 24 orësh të policisë është treguar se në prezencë të familjarëve me forcë është hapur dera e banesës ku është gjetur viktima. Sipas policisë, me urdhër të prokurorit, trupi pa jetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion. Më datën 12 dhjetor 2025 është raportuar se viktima mashkull kosovar në banesën e tij është gjetur pa shenja jete, vdekjen e të cilit e ka konstatuar mjeku. Në vendin e ngjarjes, përveç njësive relevante policore, kanë dalur edhe zjarfiksit, të cilët në prezencë të familjarëve me forcë e kanë hapur derën e banesës ku është gjetur viktima. Me urdhër të prokurorit, trupi pa jetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion. Rasti është duke u hetuar, është thënë në raport.